وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mirin Allah, pasi që ligjëratën e kaluar folëm rreth hewas, edhe përmenda se çfarë nuk kupton termi hewa në gjuhën shqipe, pasi që shpeshherë edhe i ngatrojmë dhe zakonisht në përkthime përkthehet si ndjekja e epshit. Qëllimi do thotë këtu është si temë, siç e përmenda ligjëratën e kaluar, është ndjekja e epshit. Mirpo e përmenda dha ditë që fjala hewa në gjuhën është arabishte, por në gjuhën shqipe ka më shumë se një kuptim. Dhe thash që përkthehet edhe si dëshirë, po përkthehet edhe si epsh. Si dëshirë përkthehet atëherë kur kuptimi i fjalisë përdoret në kontekstin pozitiv ose është neutral. E gjen që përkthehet dëshirë. Kurse me fjalën epsh përkthehet kur qëllimi është diçka që qortohet ose konteksti i fjalisë do thotë është negativ. Dëshira si dëshira përmenda që është diçka e natyrshme në shpirtin e njeriut, dhe se Allah Zogjel ja ka mbledh atij dëshirën në shpirt. Ka dëshirë për ngrënie, ka dëshirë për pirje, ka dëshirë për martesë. Gjitha këto janë shozat normales, edhe është e natyrshme që njeriu t'i posedon edhe tanon. Megjithatë, kjo është sipas normave të Islamit. Kur te kalon kufit, edhe atëre nefsi e ndjek një dëshirë pa kontroll, edhe pa non fetare, atëre llogaritet pasim i epshit ose ndjekje e epshit. Këtu është e dallimi që shpeshherë ne ngatrojmë dhe nuk ka mundësi që t'i dallojmë. Andaj që mos dallohet që ta dimi se për shkajmi duke fol. Qëllimi është ndjekja e epshit, do thotë ajo e cila qortohet, ajo e cila do thotë ndalohet, dhe se Allah Zogjel shpeshherë kur e ka përmend në Kur'an ose pejgamberi Allah Zogjel e ka pas për qëllim pikërisht ndjekjen e epshit, që i bie do thotë ndjekjen e dëshirave pa asnjë normë fetare ose do thotë pa logjik shëndosh, thjesht nefsi e ndjek atë që do që dëshiron, mirë po realisht që qortohet edhe ndalohet. E kjo është tema jonë. Unë i përmenda disa pika me lenin Allah, më kanë mbetë edhe 4 pika kryesore që do t'i trajtoj sot, e ta shohmi cilat janë ato. E para prej atyre pikave është cilat janë dëmet që jep ndjekja e epshit. Prej dëmeve të para, që padyshim është dëm i madh, është dëmtimi i tij ose humbja e ahiretit. Njeriu normalisht në dunjë pavarësisht se çfarë humb, gjitha janë kaluese për shkak se dunjoja nuk është e përhershme, është kalimtare. Mirë po kur njeriu e humb ahiretin e tij, kjo është më e dhimbshme, është më e keqja, për shkak se ajo është e përhershme. Dhe asaj do të jetë njeriu përgjithmonë. E ai i cili e ndjek epshin e tij dhe i ndjek dëshirat e tij jashta logjikës shëndoze dhe jashta normave fetare, padyshim që ky person do ta humbë dunjon po se po, dhe dëmi do t'i ngjejnë dunjo, po ka për me humbë dhe ahiretin e tij. Argument për këtë është fjala Allahu Azza wa Jall, ku Allahu Azza wa Jall thotë: "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa." Ai i cili i tekalon kufit, do thotë i tekalon kufit e padrejtisë, i shkel kufit Allahu Azza wa Jall dhe je përparësi jetës së kësaj dunjoje, vendbanimi i tij do të jetë xhenemi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Kurse ai i cili e përmban veten e tij dhe ja ka frikën qëndrimit kur do dalë para Zotit të tij, vendbanimi i tij do të jetë xheneti i Allahut Azza wa Jall. Thoshte Imam Shabi se ka marrë emrin hewa në aspektin gjuhësor ka më shumë se një kuptim në gjuhën arabe. Ka mundësi me gjetë si kremin ose kur rrezohet ose kur bie ose kur lëshon, frymës ajrit i thuhet hewa, do thotë ka më shumë se një kuptim. E thot Imam Shabi e ka marrë fjala ose emri është emërtu hewa me fjalën ose me emrin hewa për shkak se e çon atë që ndjek hewan, e çon deri në zjarmin e xhenemit të Allahut Azza wa Jall. Thoshte Ebu Darda, kush e ka si prioritet në jetën e tij, kush e ka si ambicie, që të shkojë pas 2 zbrastireve, qëllimi është pas zbrastirës barkit, qëllimi është epshit barkit dhe epshit të organit, ai person do të humbe në peshore në ditën e kiametit të Allahut Azza wa Jall. Thoshte Muhammed ibn Abi al-Ward, thoshte që Allah Azza wa Jall ditën e kiametit, Allah nuk ja mundson që të shpotoj atij që ndjek epshin e tij. Për shkak se personi i cili e ndjek epshin e tij nuk ka mundësi që të ngritet në dunjë
po e njëjta do të jetë gjendja e tij në ahiretin e Allahut azza wa jall. Për shkak se personi i cili ndjek epshin e tij e shef që në vazhdimsi bie, rënohet, rrëzohet dhe nuk ka mundësi që të ngritet për shkak epshit të tij, se zakonisht epshi e mposhtë, epshi do thotë e ndalon, e ky person nuk do të ketë mundësi edhe që të ngritet ditën e Kiametit dhe të bashkangjitet atyre të cilët do shpëtojnë ditën e Kiametit. E thoshte Muhammed ibn Abi al-Ward, thoshte që Allah subhanahu wa taala ditën e Kiametit nuk e shpëton personin i cili e ka ndjek epshin e tij nga sherrri i ditës së Kiametit, dhe se ky person do të jetë më i ngadalshëm nga gjithë ata të cilët do të mundohen që të shpëtojnë, po problemi është se ndjekja e epshit çdo herë e ngadalson atë që të bashkangjitet të qerve. Thoshte ataja atë që e mposht hevaja në mendjen e tij dhe ati që nuk ka mundësi ta duroje sabrin edhe e shqetëson durimi, sabri i tij, ai person do të demaskohet. Do thotë ky person i cili ndjek epshin e tij dhe nuk ka mundësi që të bëjë durim kundrejt gjithë atyre epsheve që përballohet me ton përditshmërinë e tij, ky person do të demaskohet. Qëllimi do të demaskohet është ky person do të humbet, do të mposhtet ditën e Kiametit para Allahut azza wa jall. Kjo ishte e para. Humbja e tij ditën e ahiretit. E dyta prej dëmeve është që epshi e çon deri në devijim. Nuk ka devijim veç se epshi ose ndjekja e epshit dhe po ashtu ndjekja e paramendimeve janë baza, themeli i atij devijimi. Çdo devijim që e shef te një person, nëse merr mirë e mediton gjendjen e tij, ke për me pa që devijimi i tij ka o shkaku i ndjekjes paramendimeve, o shkaku i ndjekjes epshit ose dëshirave të tij. Allah subhanahu wa taala për këta persona tha i yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus. Këta persona e kanë ndjek epshin e tyre dhe po ashtu i kanë ndjek paramendimet e tyre. Paramendimet e tyre janë ato supozime që i vinë atij në përmendjen e tij, mirë pa argumente. Dhe gjitha këto paramendime që ai ka dhe në bazë atyre i bazon mendimet për qartë, edhe bazohet ato paramendime, shpeshherë do thotë bie dhe gabon. Për shkak se normalisht çdo paramendim nuk mundet me qenën i saktë. Prandaj disa ose shumica e dyshimeve janë haram, siç e cekë Allahu subhanahu wa taala amenu, ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da dhanni ithm, o i besimtar largojnë shumë prej modyshjeve, prej paramendimeve, sepse disa prej tyre janë haram. E njëri i cili bazohet mbi paramendimet e tij, ma merr mendja, ta merr mendja, kam dëgju dhe s'kam dëgju dhe po mendojnë, jo, nuk bazohet kështu. Nuk shoh kështu. Për shkak se duhet me pas argument qartë, prerë. Argument i cili tamam është i dukshëm edhe pranohet fetarisht, normat fetare do thotë lejojnë një argument tillë. E atëherë mundesh me thonë se tamam kam argument. Ama me paramendime, ma merr mendja, ta merr mendja nuk shkon. E gjitha këto paramendime ku çojnë? Gjitha këto paramendime çojnë deri te devijimi, njëjta është ndjekja e epshit. Personi i cili ndjek dëshirat e veta që i don nefsi vet, ama jo që janë sozat normave fetare ose logjikës shëndosh. Po ky person ato dëshira ku i bazon? I bazon te dëshirat e veta, çefet e veta, te epshi vet. E për këtë arsye kjo formë e ndjekjes së epshit ku e çon? Patyshim që e çon devijim. E çdo devijim nëse merr mirë edhe e shikon, ke për me pas që bazën themelën e ka o te dëshirat o te paramendimet. E normalisht që te këta persona jo vetë që vetveten e devijojnë, po këta persona synojnë edhe mundohen që t'i devijojnë edhe tjerë. Që është më e rënda, që vetëm se vetën si ban keq, po i ban edhe tjerëve keq, për shkak se edhe ata i infekton me bindjet e tij, me devijimet e tij edhe në fund i shkatron. E tha Allah subhanahu wa taala për këtë: "Wa inna kathiran la yudhilluna bi ahwahim bighayri ilm." Tha këta, shumica me padije i devijojnë edhe tjerë shkaku i pasioneve të tyre që ata i ndjekin. Ai ka pasion, ai ka dëshirë. Megjithatë nuk do thotë që e ka të saktë, po edhe i bindë edhe tjerët. Dhe madje ka dhe mundësi që t'ja imponon, ashtu si shtojnë epshet e mia, pasionet e mia, kështu, ama jo me dije saktë, jo me dije të vërtet. Prandaj e shet që ata veten e devijojnë, po i devijojnë normalisht edhe tjerët. Prej dëmeve tjera është që ky person nuk përfiton prej Kuranit dhe prej këshillave. Normalisht personi i cili i ndjek epshet e tij, dëshirat e tij, pasionet e tij, nuk mundet që të përfitojë prej Kuranit dhe nuk mundet që të përfitojë prej këshillave, nuk mundet që të përfitojë prej mësimeve që Allah Zogjel i jep në librin e tij ose pejgamberi sasem sunetin e tij. Edhe në kohën e pejgamberit sasem ka pas njerëz të cilët e kanë dëgjuar Kur'anin dhe kanë pa pejgamberin e Allahut, kanë qëndruar bashkë me ta, megjithatë nuk kanë përfituar asgjë. Gjithatë përfitimin që e kanë pas
ka qenë përkundrazi, ka qenë argument kundër tyre dhe jo për ta. E Allah subhanahu wa taala për ta tha: "Wa minhum men yastami'u ilayk." Tha Muhammed, ka prej tyre që qëndrojnë me ty dhe dëgjojnë edhe ty. Thot: "Hatta idha kharaju min 'indik qalu lil ladhina utul ilma madha qala anifa." Derisa ata kur dalin prej te ti, u drejtohen atyre të cilët kanë dije dhe I pyesin çka ka thënë më herët ky. Tha Allahu subhanahu wa taala: "Ulaika alladhina taballahu ala qulubihim wattaba'u ahwahum." Kthehen pikërisht ata që Allahu subhanahu wa taala ulosi zemrën e tyre dhe ata I ndoqën apo e ndjekën epshin ose I ndjekën do thot tekat ose do thot dëshirat e tyre. Mos përgjigja e urdhave të Allahut azza wa jall, Kur'an dhe Sunet, është argument që njeriu e ndjek epshin e tij. Nuk ka mundësi për më refuzu një argument I cili është I saktë dhe I drejtë. Nuk mundet mu refuzu vetëse nëse personi e ndjek epshin e tij. Ndryshe nuk ka mundësi. E shet një person I cili refuzon një argument prej Kur'anit ose prej Suneti, vetëse argumenti I cili kundërshtohet është shkak I epshit ose I ndjekjes epshit personi që ai vet nefsi I tij e do. Tha Allahu subhanahu wa taala: "Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Ta di e tha nëse ata refuzojnë urdhën tënde, nuk e ndjekin rrugën tënde, krejtësisht është rezultat I asaj që ata e ndjekin epshin e tyre. Thoshte Alia radhiyallahu anhu, thoshte që unë për ju kam frikë prej dy gjërave: shpresa e gjatë dhe po ashtu ndjekja e epshit. Shpresa e gjatë e bën njeriu të harrojë ahiretin, kurse ndjekja e epshit e largon njeriu nga e vërteta. Prej dëmeve të tjera është ndjekja e epshit e prish zemrën dhe po ashtu ndërhyn me zemrës edhe mes pastrimit të saj. Çfarë do thotë kjo? Kur njeriu ka problem me epshin e tij dhe e ndjek epshin e tij, është problem që zemra e tij qëndroje stabile, e qëndrueshme dhe qetë e shëndosh, për shkak se epshi e pengon atë që stabilizohet edhe përmirësohet. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, nuk vjen deri te përmirësimi ose shërimi I zemrës përderisa të gjenden 5 gjëra. E para është shirku I cili është e kundërta e tauhidit. E dyta është bidati, që e kundërshton sunetin. E treta është epshi që e kundërshton udhrin, epshi paçet e kundërshton udhrin. Nuk ka mundësi me pas epsh mos me kundërshtu urdhën. S'mundet. Është e pamundshme. Kur njeriu mbushet me epsh, me dëshira të cilat janë jashtë normales, shembull e do muzikën, e do haramin, apo nuk ka mundësi më mbush me Kur'an mrena. Për shkak se zemra e tij refuzon, se patjetër njëra duhet me nxjerr tjetrën. E kur njeriu e ka një epsh brenda tij, nuk ka mundësi me pranuar urdhën. E ku është problemi tash? Është problemi te urdhi? Është problemi te hoxha? Është problemi te unë vet? Problemi do thotë nuk është te feja, për shkak se feja është tamam. Edhe argumenti është tamam. Edhe pse ti mundosh me 100 argumente me mbin që jo nuk ka ndalesë Kur'an, nuk ka ndalesë për çështjen e muzikës. Ose hajde hoxha që ka ekstremist, për shkak se hoxha po thotë që nuk po baj kë mengun, edhe tash ky hoxha që ka radikal, ne pe marrim një hoxhë I cili është më I mirë, është më tolerant, është më I civilizuar, e lejon muzikën, apo nuk ka problemi këtu. Problemi është te vet personi, te vet zemra. Për shkak se ai ka epsh, ai zemër ka epsh, edhe zemra e cila ka epsh nuk mundet me pranuar një urdhër. E përderisa zemra ka epsh nuk mundet me qenë e shëndosh. E thotë Ibn Qayyim, kjo është e treta. E katërta, thotë përderisa ka gaflet, ka shkujdesje e cila është e kundërta e kujtimit, problemi është më pasur. Edhe e pesta, përderisa ka dëshirë, epsh, heva, e cila është e kundërt ose kundërta e hevas është boshatimi ose linimi. Gjitha këto janë 5 janë problem. Nëse gjenden me një zemër, ai zemër nuk pasrohet. Përderisa kjo zemër I ka gjitha këto elemente, nuk pasohet. Pasohet atëherë kur boshatiset nga gjitha këto, e thotë Ibn Qayyim pastaj e vazhdon fjalinë e tij që e ka, thot tekstin e tij, do thotë që gjitha këto kanë në ndekje, kështu do thotë vazhdojnë secila do thotë e çon robën që devijojë, që largojnë nga rruga e drejtë, e prandaj thotë Ibn Qayyim thotë robe ka patjetër që të kërkojë prej Allahut azza wa jall rrugën e drejtë, edhe mas shumë ti është nevojtar për të. Për këtë rrugë, sepse kush devijon padyshim që më vonë vetëm se e shef edhe devijimin e tij. Po ashtu. Një prej dëmeve tjera është shkatrimi I tij. Shkatrimi I tij nuk kupton dunjë, humbje e bereqetit, humbje e kohës, humbje e mesive, humbje do thotë veprave të mira të tij, do thotë njeriu thjesht e humb
kontrollën e tij, bosullën e tij. Ai njeri nuk është në rrugën e drejtë. Argument për këtë është hadithi për mesesem i cili tha që 3 gjëra janë shkatruese. E para është kooperacia ose kooperacia lakmuse. Kooperacia lakmuse qëllimi është personi është kooperac, e do pasurinë, nëse se e duan pasurinë. Nuk ka mundësi një njeri me ardhur me thonë se nuk e do pasurinë. Për shkak se kjo është në kundërshtim me natyrën e vet njeriu. Se Allah subhanahu thotë wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, ju e doni pasurinë, kjo është natyrë e tij. Megjithatë kur ndalohet kur personi e kërkon shtimin e pasurisë dhe atë e pas synim, e nuk e ka mjet, se pasuria është mjet që nëpërmjet saj besimtari mundohet që të përfitojë shumë gjëra, sepse i duan dunjë. Edhe normalisht edhe xheneti Allahu ta xhel për personin i cili ka pasuri, a shpresë, sepse nëpërmjet pasurisë mundohet ta fitojë xhenetin e Allahut. Mirë, po kur bëhet problem? Bëhet kur atëre nuk e bën mjet, po e bën synim. Dhe synimi i tij është shtimi i pasurisë. E ky person e synon shtimin e pasurisë. Personi që e synon shtimin e pasurisë është koprac. Nuk ka mundësi për me gjetë atë person se është bujar, është zemërxhan, jo, përkundrazi. Ai është njeriu i cili është koprac edhe nuk jep do shtrëngum. Po edhe më e keq është këtë rast kur edhe lakmon, edhe ka, edhe shtrëngon, po edhe lakmon. E thot për mësen, një prej atyre është pikrisht kooperacia lakmuse. E dyta është epshi i cili ndjeket, hevaja, e cila pasohet, e cila ndjeket, dhe e treta është do të thotë kur njeriu mahnitet me veten e tij. Këto janë 3 smundje që personin e shkatrojnë, 3 gjëra që njeriu e shkatrojnë. Një prej këtyre do thotë është ndjekja e epshit. Po ashtu, një prej dëmeve është që ndjekja e epshit janë mbyll njeriu dyert e mbasisë dhe suksesit. Njeriu nuk ka sukses në jetën e tij. Çdo herë kërkon sukses nuk ka. E shef që dyert po i mbillen atij dhe nuk ka mundësi që t'i hapet derë. Pse? Pikrisht problemi ku është e hevaja e tij. Thoshte Fudali ibn Iyad. Thoshte atë që e mund hevaja e tij dhe i ndjek epshet e tij, atij ndërpritet çdo burim që e çon deri te suksesi që Allah subhanahu ja jep njeriu. Çdo burim që ti e di që shkon edhe çon deri te suksesi, personi që e ndjek hevan e tij dhe e ndjek epshet e tij, ai person nuk ka mundësi që të arrijë deri te ato. Ka problem për dishmërinë e tij. Dhe Allah subhanahu nuk i jep mbarësi atij në jetën e tij, në punën e tij, në martesën e tij, në familjen e tij, në gjitha çështjet e jetës së tij. E personi i cili është i tillë, padyshim që e shef që në rrugën e tij bie shpesh dështon. Nuk ke rrugën e drejtë, edhe kur ngjitet, kur kapet për kalavonin, kthehet. Për shkak se nuk ka mundësi për me qëndru, për shkak se epshi i tij nuk e lë. E shef do thotë që dëmtohet, e shef që lëndohet, e shef që ndëshkohet. Megjithatë, epshi kur dominon, kur e mposht, atëherë i bindet epshit të tij. Prandaj tha Allahu xhel, "Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa", a ke po atë i cili i jep përparësi ose dominonte ai dëshira e tij dhe dëshira e tij e merr për Zot. Kur dëshira e tij e merr për Zot, kur dëshira e tij është më e madhe se sa urdhja e Allahut azza xhel. E ka një urdhër i cili duhet që t'i bindet. Këtë rast dëshira e tij e mund në veten e tij urdhin e Allahut, atëherë ky person e ka marrë për Zot dëshirën e tij, e ka marrë epshin e tij, dhe nuk e ka marrë urdhin e Allahut ose urdhin e pejgamberit të Allahut azza xhel. Tha Allahu xhel fara'aita man ittakhadha ilaha wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Dhe shef që Allahu xhel ja ka volosur atij zemrën dhe po ashtu ja ka volosur atij dëgjimin, wa ja'ala ala basari ghishawa, kurse mbi shikimin e tij Allahu xhel ka vendu perde që ai nuk shef, ai rishef, ai realisht dëgjon, ai ka zemër, mi po zemra atij nuk i bën dobi as syri i tij, as veshi i tij, për shkak se ai nuk e shef udhëzimin, edhe pse e shef me sytë e tij, po sytë e zemrës nuk i punojnë. Sytë e zemrës nuk i punojnë, udhëzimin nuk e shef. E dëgjon ezonin, po nuk i bindet. I shef xhallar, po nuk i bindet. I dëgjon ligjëratët, nuk respekton, nuk dëgjon. Do të thotë gjitha janë argument kundër tij. Asnjëra prej atyre nuk bëhet argument për të, nuk i bindet asnjëra prej atyre. E normalisht ka është dënim i madh. Dënim që Allah subhanahu ka poshtruar. E ka disha ky person që Allah askujt nuk i bën padrejti. S'ka mundsi dikush me dashur mirën, e Allah subhanahu mos më shpërbli për atë mirë. Mos çdo herë kujtojeni sen që nëse e shef një person i cili nuk është në rrugën e tij, dije që Allah nuk i ka bërë padrejti. Allah nuk i bën padrejti robit të tij. Kurrë asnjë. Ky person e ka merituar devimin. Ne ndoshta sipas logjikës son, pamjes jashtme e vlerësojmë ndryshe, po Allah ja di niyetin, ja di zemrën, ana na atë nuk e dimi. Allah ja di. E prandaj mos
Mos u mashtron nga njerë, se shpeshet nga njerë thot, po pse ky njeri kështu dhe kështu, po si ka mundësi? Ka mundësi, Allah së gjeria, di brendësin. Prandaj ti e shef ka mundësi, krejt jetër me jetu me islam. Po në fund devion, e si ka mundësi ashtu. Pa ka mundësi se ti nuk e di çka ka pas zemrën e ti. Ka mundësi një person i cili ka qenë gjunaqar, mëkatar, ndoshta alkoliqar, ndoshta zinaqar, po Allah jo mundson në fund më pendu. Na nuk e dimi çfarë ka pas zemrën e ti. E në fund pendohet edhe i kthehet Allahut edhe vdes si musliman. Krahas njërit i cili ka qenë i xhamisht ose ka qenë njëri i mirë, po në fund e shef që përfundimin e ka të keq. Me Allahu na rujt, se zemrat askush nuk i di përveç Allahut azza wa jalla. Andaj këtu është e pointa. Problemi ku qen ka? Krejtësisht qen ka do thotë të ndjekja e epshit. Këtu qen ka do thotë problemi i tij. Po ashtu prej dëmeve është shkak që njeriu ti përbuzet gjunahet edhe mëkatet. Kur njeriu e ndjek epshin e tij, mëkatet i duken të vogla. Thot ai thosë nuk ka problem, është gjuna i vogël ose ai mëkat si mëkat nuk mundet ta mposhtë kimë nefsin e tij, edhe çka bën? Pajtohet me të. Pajtohet me gjuna, thot gjuna, thot po, tamam. Allahu fal. Ose mundohet ta argumentojë nëse e gjen diku një lloj mosmarrveshje mes dietarëve, sikur se e mora shembull më herët muzikën. Apo ka disa prej atyre të thonë që është e lejuar me shwa argumente tamam, ai mundohet me të bind ty ditë e natë ose tek amota. Ti gjen 100 me arsyetime se filani ka thonë, mundohet me ta leju. Ama nuk është ai cili ka pak burrni, edhe ka pak dinjitet, edhe do dinjen e tij, ai person i hik, edhe nëse ka dyshime të. Pse Allah është i qartë, harami është i qartë, mes atyre ka dyshime shumë. Femen ittaqa shubat istabra lidini werdi. Momon waqa fi shubat, waqa fi haram. Kush i ka i dyshimeve ka rrit nderin edhe fenë e tij. Kush ka rrit dyshime ka rrit haram. E personat e tillë zakonisht për shkak që të arsyetojnë mos pasin mundësi nefsit tyre që të luftoje me dëshirët, me pasionet e tyre që vinë ndesh me islamin, atëre mundohet me argumentu, me arsyetu, me 100 me arsyetime tjera, veç që ai mos dalë do të fajtor. Te unë të ti tamam. Nuk ka shpëlim, ama te Allah subhanahu wa taala. Dallojnë peshorët, nuk janë sikur se te unë edhe ti. Pejgamberi sa më tha, besimtari është gjunon e tij, sikur se qëndron ulur poshtë një mali që ka frikë që t'i bie mbi të. Kështu e shef besimtari gjunon. E di që është gjuna. Mirë pa si e shef i duket i madh. Pavarësisht edhe me qenë i vogël. Ama si e shef ashtu, edhe qëndron sikur se mira një mal mbi të, por shkak se ka frikë prej Allahut azza wa jalla në krahasim me makatarin, me gjunaqarin, i cili e shef gjunon e tij sikur se një mizë e cila kalon prej hunës ti kështu. Apo për ata nuk ka problem. Se është gjuna i lehtë, nuk ka problem, Allahu fal. Ka mund e vepra të mira, baj sa dush. Kush garanton ty? Kush garanton ty se ti ke vepra të mira, kush garanton ty që ato të kanë pranuar? Dhe kush garanton ty se ti në tarmo ke më penduar askush? Ama kur e shef gjunon çashtu, atëherë padyshim se zemra dhem, tronditet apo dridhet. Atëri i hik haramit. Edhe nëse bie megjithatë ka frikën e tij dhe mundohet herën tjetër që mos vijë në krahasim me gjunaqarin, që ai në vazhdimsi do thotë vazhdon me gjunat e tij. Ndjekja e epshit është shkak që t'i ngushtohet njeriu jetesën, edhe të armiqsojë njerëzit. Personi i cili ka problem me epshin e tij, zakonisht armiqësit që vijnë, edhe sherrri, edhe hasedi që ndodh midis njerëzve, zakonisht shkaku i ndjekjes epshit. Merre meditoje pak. Një problem që e kanë disa persona. Dhe personi i tyre është hasedi, zilia. Personi ose problemi mes tyre është sherrri, ose problemi mes tyre është armiqësia. Merë vetë shikoj se ku është problemi, pse ata nuk munden mu bashku, pse ata nuk munden mu pajtu. Problemi është krejtësisht ku të ndjekja e epshit, jo diku tjetër. Ndjekja e epshit është themeli i zilis, i armiqësisë, i sherrit mes njerëzve. Thot Ebu Bekr el-Warraq, te ai që dominon epshi, ati i erësohet zemra. Nëse i erësohet zemra, do t'i ngushtohet padyshim gjoksi i tij. Ati që i erësohet zemra brenda, s'ka mundësi me ndjejë zemra gjerësi, për kundrazi, ati i ngushtohet gjoksi. Kur ngushtohet gjoksi, prishet morali. Se njeri kur e ka gjoksin e tij të ngushtë, me ata është problem me diskutu, sjellja e mirë, është problem prej tij me buru. Prej tij pritet veç e keqa dhe ajo që cila është e shëmtuar. E thot Ebu Bekr el-Warraq, thot kur prishet morali i tij, atëre e urrejn krijesat. E kur e urrejn krijesat, edhe ky fillon për me urrejt krijesat. Se ata nuk e duan. Edhe ky çka bën, edhe ky urrejn ata. E kush është fajtor këtu?
Fajtora është vetë personi, nuk janë krijesat. Si ka mundësi krejt krijesat mos me dashur. Veç nëse është diçka e cila ka të bëjë me një dukuri e cila te njerëzit normalisht refuzohet edhe pse personi është në vërtetën, është në drejtën. Ama kur njerëzit fillojnë për me urrejt, atëherë ka diçka. E ku është problemi? Zakonisht është problemi këtu. Ky person i cili e ndjek epshin e tij, zakonisht e ka këtë problem. Bile edhe personi i cili e ndjek epshin e tij dhe arrin pleqëria e tij, edhe në kohën e pleqërisë së tij do të ndjejë keqardhje për gjithatë ndjekjen e epshave të tij. Si thot një poet, ma'aribu kanat fi shababi li ahliha idhab. Tha, disa prej nevojave që i kishin të rit në rininë e tyre dhe shkuan edhe në gjën kënaqësi në ato momente në rininë e tyre, tha fesarat fil meshibi adaben. Tha në kohën e pleqërisë ato u bën dëshkim për ta. Në rini ka pas kënaqësi apo se i kënaqën mirë, apo kur shkoje, kur të arrijë, kur plakët, atëre tamam, kur plakët atëre jo shkon haxh, e jo përmisohet, e jo fillon me namaz, ama pasojët kush i merr? Pasojë ke i marr ti. Gjitha ato kënaqësi që i ngjen ti në rini, ke për mi pati ku, ke për mi pati gjitha ato në pleqëri. Po ashtu, ndjekja e epshit është shkak për armiqësimin, si thash do thotë që njerëzit armiqsojnë, ta përbuzin, ta nënçmojnë, gjitha ato për shkak se ajo çon vetëm se ndoshprim, shkatrim, sjellje të keqe, edhe çon do thotë që njeriu të ndjejë shpirtin e tij mërzi, depresion, edhe problem, edhe i duket se krejt dynjoja janë fajtor, realisht vetvetja e tij është fajtore. Kjo ishte për sa i përket dëmave. Kalojmë te pika tjetër. Cilat janë dobit nëse kundërshtohet epshi. Normalisht unë thash që epshi dhe dëshirat janë pjesë e natyrshmërisë së njerit, nuk mundet që ato që të asgjësohen ose që të largohen krejtësisht. Mirë po, kur është në pyetje kundërshtimi i tyre, ato duhet që të kundërshtohen nëse njeriu e çojnë ka harami. E atëre ajo luftë është luftë që njihet xhihad, luftë e cila është luftë e reale që e shijojmë, po dhe shpërblet, shpërblimi është shumë i madh me lenin Allahun. Thoshte Omeri ibn Abdulaziz rahimullah, thoshte që lufta më e mirë, betejë më e mirë që njeriu e bën, cila betejë është? Betejë me nefsin, betejë me hevon, betejë me epshin. Kjo është betejë më e madhe. Nëse njeriu arrin për me mund me mposhtë hevon e tij, atëherë shumë e ka lehtë për me mposhtë edhe gjërat e tjera. Ma vonë, më kur ti nuk je në gjendje për me mposhtë nefsin tënd, për me mposhtë dëshirën tënde, hevon tënde, atëherë si ka mundësi ti mi dal ballë gjërave të tjera që as që diskutohet që ke për me të shtu, momentin e parë që ballafaqohesh me ta. Ilaçi, si thoshte Sahel ibn Abdullah, thoshte sëmundja jote është epshi. Ndjekja e epshit është hevaja. Po ilaçi ku është? Ilaçi është në kundërshtimin e hevas. Nëse ti do ilaç, kundërshtoj hevon. Kundërshtimi i hevas është ilaçi për gjitha ato probleme që i ke. Cilat janë dobi? Dobia e parë është fitimi i xhenetit Allahut azza wa jall. Ajo që përmenda më herët për ajetin ku Allahu subhanahu tha, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa. Ai cili te kalon kufin te Allahu gjitha. Dhe pastaj i jep përparësi jetës së dunjoje, vendbanimi i tij do të jetë xhenemi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Ai cili e lufton nefsin e tij, ballafaqohet me të, edhe ja ka frikën qëndrimit kur do dalë para Allahut ditën e Kiametit, xheneti është vendbanimi i tij, ai i cili lufton nefsin e tij, i cili mundohet që mos t'i japë përparësi dëshirave të tij përpara dëshirave të Allahut azza wa jall, normalisht që ky person edhe bandurim do shpërblet me lenin Allahut, se shumica prej neve zakonisht pyesin, po mirë, atë luftën që e baj për brenda meje, a kam shpërblim? Pa dyshim që po. A ka mundësi që nefsi jot me çu kazinoje? Po mundet. Ti njeri, edhe ke dëshira, po, ke dëshirë për martesë, ke dëshirë për nikah, a mundet me çu, ama ti çka bën? Lufton apo? Shoku jot shoku jot shkon, jepet, ama ti nuk jepesh. Ti e përmban nefsin, e di që është haram, e di që përfundimi është i keq, edhe çka bën? E përmban nefsin. Lufton, vjen keq, nefsi nuk do. Vjen dhembja, ama ma vonë vjen kënaqësi. E njëjta është alkooli, e njëjta është bixhozi, e njëjta është shumë arome tjera. Ato nefsi i do, ti lufton, mundosh me shpirt e me zemër që mos me çu
edhe përmban veten. A shpërblesh me lejen e Allahut. A dënosh për ato që i ke për brenda te? Jo. Ne përmendëm edhe ligjëratën e kaluar që ato janë natyrshme dhe i ke brenda. Kur dënosh nëse ngjek, kur shpërblesh nëse lufton, edhe nuk jepesh pas tyre, me lejen e Allahut do shpërblesh. Allahu tha: "Wa jazaa'un bima sabaru jannatan wa harira." Shpërblimi i tyre për sabrin që e kanë bërë, me gjitha të luftë që e kanë pas, është xheneti i Allahut, edhe Allahu do t'ju japë atyre edhe petk mandash. Këto gjitha është shpërblimi që Allahu xheli përmend për ata, të cilat luftojnë me nefsin e tyre, edhe bëjnë donim përballë gjitha atyre, do thotë epshive tyre. Shpatimi i tyre ditën e Kiametit, qëllimi është a ditë ku krijesat qëndrojnë para Allahut 50.000 vite në këmbë për me dhonë dollari. E dini gjithë hadithin e mirënjohur për mesasem për 7 grupe të si do që në një arshit Allahut xhel, ku nuk ka hije tjetër përveç se hijes arshit Allahut xhel. I parë është imam i drejtë. I dytë është një iri i cili është rrit në adhurimin e Allahut xhel. I tretë është një burr që zemra e tij ka qenë e lidhur për xhamin. I katërti është janë 2 persona të cilët janë dashur për Allahun. Janë bashku, janë ul për Allahun, dhe kur janë nda me dashuri për Allahun. Qëllimi i ndarjes nuk është këtu që ata i kanë ndarë rrugt, po qëllimi është që ata janë ul me dashuri se e kanë dashur një tjetrin për Allahun. Dhe kur janë çu për atij vendi, ajo dashuri ka qenë prezente në zemrat e tyre, jo që ka pasur rrejtje mes tyre. Po ata janë çu me çat njëjtën dashuri, pa humbur ajo dashuri. I gjashti ose i pesti është një burr që e ka thirrë një grua e bukur, e ka thirrë që me bëj sino. Dhe ky e ka refuzuar, i ka thonë që ja kam frikën Allahut. I gjashti është personi i cili ka dhënë sadaka, dora e tij e gjatë, dora e majt nuk e ka pas çfarë ka dhënë dora e gjatë, edhe i shtati është një person i cili është vetmu, e ka kujtuar Allahun dhe sytë e tij kanë lutuar prej frikës ose madhështisë Allahut xhet që ky e ka pasur me tij. Çka kanë të përbashkët gjithë këta? Çka kanë përbashkët? Shtatja, nuk është një, 7. Çka kanë përbashkët këta persona mes vete? Kush e di? Çka kanë përbashkët? Çka kanë përbashkët këta persona? Ta 7 grupe ose këto 7 grupe. Çka kanë përbashkët? Kush e di? E kanë një send përbashkët. Edhe pse veprat e tyre dallojnë, ama e kanë një send përbashkët. Kush e di? Kush? Po, kundërshtimi Allahut. Për këtë arsye këta do të qenë ditën e Kiametit në hijen e arshit të Allahut xhel. Imami për me qenë i drejtë, por me kundërshtue pa vërtetën, duhet patjetër me luftu nefsin e tij, havan e tij. Ai i cili e thiri një grua që bën zina dhe i tha ja kam tutën Allahut, çka ka bën? E ka kundërshtue nefsin e tij. Për me dhënë sadaka, ai i cili e ka dhënë me dorën e gjatë për mos me pa dorën e majt, u dash me kundërshtue nefsin e tij. Për shkak se nefsi thotë, ej, pe jep, lajmëroje, çit në Facebook. Se këtë peqesin, apo çit në status, çit të shohin këtë dunjoja. Apo ti thuaj jo se s'ban, apo kin luftë me nefsin. Thuaj apo thotë ta mos ta humbi sinqeritetin, apo jo thotë, nuk ka problem, do shot dikush shef edhe merr simpati, apo ama e humb sinqeritetin. Ai i cili është rrit me ibadet, çka ka bën? Njëri e ka kundërshtuar nefsin e tij kur qerr shokët e tij kanë shku, pse është për mendjeriu që plak. Për shkak se pleqëria është malet, ndërini është maran. Apo ai i cili ka qenë i lidhur për xhami, zemra e tij, çka ka bën? E ka kundërshtuar nefsin e tij. Edhe gjitha punët e tjera ai ka refuzuar që të lidhet zemra e tij me xhamin. Ai i cili është vetmu dhe ka kujtuar Allahun, edhe madhështinë e tij, edhe ka qarë, pse? Por shkak se ka kundërshtuar nefsin e tij. Gjitha këta persona kanë një send përbashkët. Është do thotë kundërshtimi i nefsit. Për këtë arsye e marrin këtë shpërblim. E treta, për shpërblimin, është do thotë krenaria edhe dinjiteti që e fiton te njerëzit. Allahu subhanahu e ngrit. Ai i cili lufton me nefsin e tij, ai i cili e mund e mposht, Allahu subhanahu jep krenari. I jep nder, i jep dinjitet, i jep fam, i jep autoritet. Gjitha këto i fiton, që se te njerëzit ka burni, edhe shifet ndryshe, krahas një personi i cili mposhtet nga nefsi i tij, edhe mposht epshi i tij, edhe e ngjekat, padyshim që bien sytë e njerëzve. Personi i cili qëndron si burr, edhe mund hevan e tij, ai person do të ngritet te Allahu fillimisht e pastaj edhe te njerëzit. Thoshte Ebu Ali Dakak, thoshte kush e përmban nefsin e tij dhe nuk bie nefsh në rinin e tij, Allahu do ta ngritë atë në pleqërinë e tij.
Kurse ai i cili e poshtron veten e tij në rini, padyshim që Allah Azza ka me poshtruar në pleqërinë e tij. Poshtë prej dobive, cila është nëse kundërshtohet nefsi, është forcimi i pikësynimit ose do thotë i ambicjes. Njeriu ka pikësynime, ka ambicje në jetën e tij. Normalisht që personi i cili e ndjek epshin e tij probleme ka me pikësynimet e tij. Sado që e projekton një pikësynim, epshi bie, shkak që bie, të shton. Mundet diku fillon gjysmë rrugës bie, pse se ndjekja e epshit e pengon. Personat që zakonisht kanë pas synime të larta, as dosh patjetër me luftu me epshit, me hevan e tyre, për me arrit deri te synimi, për ndryshe nuk ka pas mundësi për me arrit. Edhe nëse ka qenë qafir, edhe nëse ka qenë një musliman. Pse? Për shkak se e ka pas një synim. Me ne shikoni, personat zakonisht që kanë arrit jetën e tyre, në aspektin e shkencës, në aspektin e projekteve që i kanë pas, me ne shikoj jetën e tyre si kanë jetuar. Ke për me pas se zakonisht nuk kanë qenë dënëm mas jetës, nuk kanë qenë dënëm mas luksit, nuk kanë qenë dënëm do të thotë mas gjërave të cilat ndikojnë ambicjet e tyre. Edhe kanë qenë persona thjesht, modest dhe kanë pas arritje sukses në jetën e tyre. Allah subhanahu ka dhënë bereqet. Edhe pse kanë qenë një musliman, nuk ka pas lidhje. E te muslimani, kur e ka një synim shumë më të madh, e ka xhenetin Allah si gjitha tjerat synime janë thjesht mjete për me arritje synimi kryesor, patjetër duhet me pas luftë me nefsin. Përndryshe, nëse ti e liron dhe hevoja jote dominon, atëre bie. E ai i cili kundërshton, e forcon pikësynimin e tij. Prandaj thoshte Yahya ibn Muadh, kur e pyetën cili njeri e ka pikësynimin më të çëndosh, është më i fortë, tha ai i cili e mposht nefsin e tij. Ky e ka. Përndryshe, personi do thotë dështon shumë lehtë. Ruajtja e shëndetit, trupor, mendor. Zakonisht personat që janë dhënë mas epsheve, edhe mas dëshirave të tyre, personat e tillë kanë dështu, edhe në rini po edhe në pleqërinë veçanti. Thot Ibn Rajab rahimullah. Thot për një burr i cili dikuj ka tekaluar 100 vite. Unë me sa më kujtohet ka qenë Imam Teberi. I ka kaluar 100 vite. Shëndeti i këtij ka qenë shumë i mirë. Kanë qenë bregdet ka kthej prej anis në tokë. Kur është afruar do thotë bregdeti ka kthej prej anis në tokë, e kanë qurtuar, i kanë thonë ti je plak. 100 vjeçar, ka mundësi më dëmtu gjymtyrët e tua, ka thonë i ruajta në rini, Allahu më ruajti. Pleqëri. Thot mirëjë për një rast tjetër që ka përmend selefi, thot ka qenë një burr i cili ka kërku, ka qenë nevojtar, tash ose ka qenë nevojtar ndoshta në aspektin financiar ose me shëndetin e tij i dopt, than ky person është i dopt, pse për shkak se rinin e tij e ka humb, Allahu ja humbi atij edhe fuqinë në pleqërinë e tij. E njeriu kur e ruan nefsin e tij, e ruan trupin e tij, e ruan veten e tij që mos ta ndjekë epshin, Allahu ka për mja ruaj trupin e mend në pleqërinë e tij. Edhe normalisht një prej dobive është ruajtja e tij prej belave dunjos, thoshte Ibrahim ibn Adham, xhihadi më i rëndë është xhihadi i hevas. Edhe thoshte që ai i cili e pengon nefsin e tij që mos shkojë pas epshit të tij, vetëm se do të rahatohet në dunjë, prej dunjos edhe prej belave të saj, edhe Allah subhanahu do ta ruajë atë në shëndetin e tij dhe do ta ruajë që mos lëndohet trupi apo mendja e tij. Si të shërohet hevaja, a ka mundësi për më shëru? Padyshim që po. E para prej ilaçeve është që njeriu që di kthehet Allahu subhanahu nëse e sheh nefsin e tij, veten e tij, që ka heva as secili prej neve ka, nuk ka mundësi askush që mos të ketë. Do thotë ai i cili pretendon që nuk posedon, më shumë veç vetveten e tij. Kur e shef që ka epsh në veten e tij, edhe shef që epshi po dëmton dhe frigohet për epshin e tij, le t'i kthehet Allahut me sinqeritet dhe le ta lutë Allahun që Allahu t'i largojë epshin prej zemrës së tij. Në këtë rast Allahu subhanahu e mbron edhe e ruan. Pejgamberi sa thoshte Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa, o Zot kërkoj mbrojtjen tënde nga morali i keq, nga veprat e këqija dhe po ashtu nga ndjekja e epshit. E dyta, të mbushet zemra me të kundërtën e asaj që e mbush ose që e do hevaja. Çka është ajo? Çka është ajo? Me çka e mbush njeriu nëse nuk e mbush me heva? Ha? Me çka e mbush? Me dashnin për Allahun. Kjo është e kundërta e hevas. Dashnia që e ke ti për epsh, edhe që e ke për dëshirë, e cila bie ndesh me rregullat e Islamit, me çka kundërshtohet? Me dashnin për Allahun. Nëse zemra jote mbushet me dashnin për Allahun, që ti afrohesh Allahut, nëpërmjet gjithë atyre veprave që të afrojnë tek Allahu,
atëre ke për me po që zemra jote nuk do të ketë epsh në brendësinë e saj. E treta është të përzihesh me njerëzit mirë, burra të mirë, që kanë dije e dietar. Në kësi raste, padyshim që njeriu është gabimtar, gjunaqar, megjithatë, kur përzihet me njerëzit mirë ndikohet, edhe po ashtu këshillot, kur e shef dikush që po gabon, ose diçka dëshiron, njeriu e mëson, e këshillon, e shpeshherë te na prekën, apo kur e merr, kur e këshillon, thot nuk më do të mirën, mirë po realisht kur njeriu e këshillon, ja do të mirën atij. Kur e shef një gabim, edhe përmirëson, ai duhet për me falendëru, për shkak se është për të mirën e tij. Mirë po hevaja e tij e bën që atij më duk se persona nuk po e dojnë dhe po e kundërshtojnë. Edhe pika e fundit dhe e katërt, a ka heva krejtësisht e cila është e qortuar, e dënuar, apo ka dhe diçka e cila preferohet edhe është e lavdruar? Po. Është e vërtet që hevaja, ndjekja e hevas qortohet. Dhe zakonisht argumentet që kanë ardhur në argumentet që e qortojnë. Mirë po ka edhe heva, edhe dëshira të cilat janë pëlqyera dhe preferohet për me ndjek ato. Unë e thash për shkak se është natyra e njeriut. Edhe pejgamberi se madje ka pasur raste kur ka anu, ka disa prej dëshirave dhe ka pasur raste ku Allahu ka zbrit argument, ka zbrit ajete ku kanë qenë përposhmëri me hevan e tij. Me hevan e pejgamberit, jo për me apo çefin atij. Po do thotë që normalisht animi i tij ka qenë i saktë dhe Allahu ka zbrit ajet. Sikur se shembull ku pejgamberi ka pas dëshirë që kibla zaventsohet prej drejtimit ka Beitul Maqdis që të kthehet ka Ka'bja. Edhe këtë Allahu xhel ja ka pranuar. Dhe këtë anim ti Allahu ka zbrit ajet. Dhe sot ne kthehemi ka kibla dhe nuk kthehemi ka Beitul Maqdis. Për shkak se në fillim kur janë fol muslimanë janë fol ka Beitul Maqdis. E pastaj do thotë tash ndryshu. Pejgamberi më tha inne mimma akhsha aleikum shahawat al-ghayy fi butunikum wa furujikum. Ta ajo që unë kam frikë për juve më shumë ti është devijime në epshin e barkut dhe epshin e organit. Do thotë që epshi i barkut dhe epshi i organit qëllimi është për hajën dhe pijen dhe për dhënien pas zinos ose do thotë pas marrëdhënieve të cilat janë jashtë ligjore. Kjo ka qenë frika e pejgamberit. Haja, pija, luksi, gjitha ato ku çojnë do thotë edhe pas dhënjes, pas epshit do thotë epshi i organit. Këto janë frika e pejgamberit dhe tha pejgamberi po ashtu wa modellati li hawa dhe hevaja e cila devion, jo çdo heva. Do thotë që pas ka diçka prej hevas e cila po pëlqejka, prej dëshirave e cila po pëlqejka dhe njeriu nëse anon ka ato do thotë shpërblet me lejen e Allahut azza wa jall. Në këto raste pejgamberi do thotë qartë na bëri me dije se hevaja nuk është krejtësisht e ndaluar, ka prej asaj e cila është e lejuar dhe e pëlqyer, megjithatë në përgjithësi ajo që qortohet ose ajo që ka për argumente është ajo e cila qortohet, për shkak se në përgjithësi ajo shkatron ose devijon, ose dobson, edhe e prish zemrën. Tha pejgamberi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tha nuk ka besu ndonjëri prej juve, qëllimi është nuk ka besu me besim plot, derisa hevaja e tij e ndjek atë që un kam ardhur. E do thotë që nëse hevaja e tij e ndjek atë që ka pejgamberi, është heva e cila pëlqejet, edhe lavdrohet, edhe pëlqejet që njeriu ta ndjekë atë. E me këtë me lejen e Allahut xhel edhe po e përfundoj. Këtë temë, do thotë një prej temave e cila është temë e rëndësishme, e cila e dëmton edhe e prish zemrën. Do thotë që lufta është e madhe. Ai i cili e do xhenetin e Allahut xhel dhe do për me arrit sukses në jetën e tij, pa që të rekota luftojë nefsin apo hevan e tij, përndryshe ai i cili nuk e lufton hevan e tij kur normalisht është jashtë normave të fesë, atëherë do thotë ai i cili e lufton fiton, ai i cili nuk e lufton ai dështon. Zakonisht devijimet pas udhëzimit janë pikërisht rezultat i mos luftës ose mos ballafaqimit cakt me hevan dhe shpeshherë kur i shef defektet sepse ka ndodhur zakonisht hevaja ka qenë do thotë ajo e cila ka qëndruar çdo herë pas atyre të cilët kanë deviju. Kurse ata që kanë qëndru, zakonisht ka qenë lufta me hevan dhe në poshtë e hevas ka qenë suksesi i tyre që Allahu xhel pastaj ka shpërblyj me stabilitet në fe edhe me qëndrueshmëri në fen e tij. Elusa Allahun që Allahu na forcon dhe elusa Allahun që Allahu xhel na bëjë për atyre të cilët e mposhtin hevan e jo që e ndjekin atë. Elusa Allahu xhel që Allahu imani të na forcon dhe këmbët tona në Islam Allahu të përqendron. Dhe elusa Allahun që ashtu siç na bashkoi sonte na bashkojnë në xhenetin e tij.
وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.